Assalamu alaikum. Feja jonë ka pjesën e saj të padukshme, çështjet e besimit, në rend parë gjërat që duhet i besojmë me zemër e që i njohim si kushtet e imanit, por edhe shumë vepra tjera që i punojmë me zemër. Ndërkaq pjesa e saj e dukshme janë në rend të parë 5 shtyllat e Islamit, do të thonë veprat tona, që shfaqin së jashtëmi fetarinë e njeriut, pra e bën njeriun të duket musliman. Nga veprat shumë të rëndësishme për muslimanin është edhe agjerimi i muajit Ramazan. Ky është një nga 12 muajt e kalendarit hënor. Femen shahida minkum ash-shahra falyasum, ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Kush e arrin këtë muaj, le ta agjeroj. Urdhri i Allahut ka peshë të madhe për muslimanin. Agjerimi, pra largimi nga haja, pija dhe marrëdhëniet intime, fillon çdo ditë nga syfiri, agimi i ditës e deri në perëndim të diellit dhe vazhdon kështu gjatë tërë këtij muaji. Edhe largimi nga fjalët dhe punët e këqija ndikon në rritjen e shpërblimit që shpresojmë ta marrim nga Zoti i Lartësuar. Kush e zbaton urdhrin për agjerim, ai kontribuon në ndërtimin e fetarisë personale. Gjithsesi e çon në kamp një nga 5 shtyllat mbajtëse të Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Bunya al-Islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami s-salati wa ita'i z-zakati wa sawmi Ramadana wa hajji l-bayti man istata'a ilayhi sabila." Islami ndërtohet mbi 5 shtylla: shahadetin, dëshminë se nuk ka zot të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut, mbi faljen e namazit, mbi dhënien e zakatit, mbi agjërimin e Ramazanit dhe mbi haxhillokun. Kush i ban këto 5 e ka ndërtuar fenë si është më së miri. Qofshim me iman dhe me Islam, urime ju qoftë ky muaj i bekuar dhe i shumë i dashur për ne. Assalamu alaikum.